Puntata 2 ditëve më parë në Përputhen u bë virale në rrjet pas sherrit të ashpër të Sindit me djemtë dhe Arjan Konomin. Sindi u qua në këmbë për të marrë vëmendjen e të gjithëve dhe përpara se të deklarohej vetëm për Muratin, kishte 2 fjalë për të tjerët. Ndër të tjera, Sindi sa se edhe Arjani kishte thënë të enjte nën zë hiqja një baterit kësaj. Arjani e pranoi këtë gjë dhe tha se ka qenë batut. Gjithashtu ai u përplas me Sindin dhe e ofendoi duke u shprehur se ai që do të zgjedh atë për partnere do të jetë fatkeq. Arjani i bëri thirrje dhe Muratit që të kërkojë një vajzë të mirë, sepse nuk meriton dikë si Sindi. Opinionisti u shpreh se Sindi ka çekuilibër nervor dhe se para se të futej në emision duhet të kishte bërë një vizitë tek psikologu. Përplasja atyre ishte e ashpër dhe thumbat kanë vazhduar edhe në rrjetet sociale. Arjani ndau pak më parë në Instagram një film të cilin ja përmendi dhe Sindit në emision. Ju këshilloj ta shihni një super film. Gra në prag të një krize nervore, nga regjizori Pedro Almodovar, çmim Oscar. Shkroi ai si thumë për Sindin. Kjo e fundit ka reaguar nëpërmjet një videoje në Insta Story, ku i dedikon Arjanit dhe jo vetëm fjalët e këngës së Flori Mumajesit, Ta du shumë mamin.